Kthehemi me pamje në palestrën e sporteve dhe të rinis në Prishtinë. Sigal Prishtina Trepqa 32-48. Ja po e shohim atje edhe legjendën e dikurshme të basketbollit kosovar Muhamet Mujo Thaqin me Andin Rashicën. Mujo Thaqi i cili ka ardhur nga Shkupi ishte javë më parë edhe në Turqi. E sonte ka ardhur për t'i përcjell dy ndeshje të cilat zhvillon dy ndeshjet e fundit të Xhiros së 7 e cila përmbyll ciklin vjeshtor. E para është kjo në mes të Sigal Prishtinës edhe Trepqës, edhe tjetra në mes të Borës dhe Bashkimit, e cila fillon nga ora 20:15, por në palestrën 1 tetori, ku Bora në udhëheqjen e Kashqellanit, trajneri të ri, do të synon t'i bëj ball Bashkimit, i cili bëri histori këtë javë, duke mposhtur Dijonin në Dijon. Patëm edhe një vonesë të vogël në nxemja dhrues të basketbollit, shkak të intervenimit të organeve të rendit dhe sigurisë policisë, janë larguar nga palestra grupi i tifozëve Prishtina Splisat, shkak të protestave të vazhdueshme, fyrjeve dhe ofendimeve në drejtim të kryesisë aktuale të Prishtinës, protesta për shkak të situatës aktuale në klub. Pati edhe hedhje të mjeteve piroteknike, për shka edhe pjesa ku janë plisat edhe u zbraz. (32-48), e thëm një dominim absolut në kërcime tashmë i Mitrovicasve 22-13. Sidomos realizimi i pikëve nga kundër sulmet 10-3 dhe dominimin babaj i Bardi Strefit, aktori i njohur Shkumbirni Strefi. Thash kërkoj falje për shkak të mjeteve piroteknike, është vështirësuar pak edhe marrja frymës këtu në palestër, derisa të ventilohet salla. Japin shajën për vazhdimin e ndeshjes referi kryesor Mumini, mendimësit e tij Artan Gashin dhe Drem Pudarollin. Të Sigal Prishtina, lojtari më efikas me 17 pikë. Adrio Bailey më efikasi në përgjithësi në parket. Mirë po, në anën tjetër, edhe pse Payne i ka 12 pikë, lojtari më i dobishëm i skuadrës është padyshim Chet Brown, 9 pikë, 11 kërcime, gati për double-double, i duhet edhe një pikë për double-double Chet Brownit. 3 asistime, një top i vjedhur pa humbur asnjë qendra Chet Brown. Sonte po ndeshën Sigal Prishtina, e cila aktualisht është e treta me 4 fitore, 2 humbje, dhe Trepqa, cila është në pozitën e 4 me 3 fitore e 2 humbje, ka një ndeshje më pak me Borën, atë që nuk e kishte zhvilluar, pra dueli Trepqa-Bora duhet të zhvillohet në një termin i cili ende nuk është caktuar. Të dyja skuadrat duhet theksuar po vinë këtë duel, po hynë pas disfatave në udhëtim në garat ndërkombëtare. Trepqa mbylli aventurën e si vjetme në FIBA Euro Cup me disfat nga mbylli në Poloni, ishte disfata e 6 nga 6 ndeshje. Të Sigal Prishtina psoi thellë në Manchester në udhëtim në kuadër të ENBL-it, dhe sonte pra të dyjat po kërkojnë këndellje. Edhe fitoren e parë në El Clasico, që në start atje në tentimin e tij të parë realizon, por e ka shkelur vind 34-48. Payne, pranë tij është Azemi, Kramer. Payne në tentim,
Bukur atje Kramer e kap këtë top, e pati dhe ju. Burns për ball të Mushici. Atë dy trajnerët edhe Kakiusis edhe Beqiragici startuan me pashe startuese Lek Andreaj. Tenton atje, nuk pati faul. Tuna. Personale e Azemit. Kërkon Daniel Lek Andrej faul atje personale. Asnjë pik nga Danieli, ka 4 asistime dhe 1 kërcim. Po nga loja ka tentuar 2 herë, por s'ka shënuar asnjëherë. Lojtari me numër 1 Arjan Azemi ka shkaktuar faul. Do të jetë edhe një gjuajtje e lirë për Gjako Ripenin. I menduar atje Kakiusis, s'po i shkon asgjë për dore. Opa. Po e ka prekur atje Penin në dorë Azemi. 34 me 50, do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë, por janë ndeshur me ftyrë Azemi dhe Lek Andreaj. E po e kap kokën atje Lek Andreaj. Realizon edhe gjuajtjen e lirë për 34 me 51, përsia më e lartë Trepqës ishte 19 pik në pjesën e parë. Tjetër loj solide e Mikaelet Mushicit, 8 pik të ti. Gabim në hapa nga Adrio Bailey. Azemi ka 4 personale, thot Adis Beqiragici, dhe kërkon që të luhet ndaj tij në mënyrë që të sulmohet pjesa ku Azemi gjinde. Ufa, si shkon topi atje, tenton më i larti në kërcim Kramer kundër sulmi shpejt Daniel Lek Andreaj. Rëshqet atje, ka mundur edhe të lëndohet Danieli. 34 me 51, 2 minuta loj kaluan. Sa bukur në thellësi, asistim nga Mustafa Amzili për Chet Brownin, i cili e rikëthen e përsin maksimale prej 19 pikve, 34 me 53. Edhe në fillim të qerekut të tretë, një start më i suksesshëm i Mitrovicase, absolutisht po dominojnë në çdo aspekt. Ajo që nuk po e shohim tek skuadra e Sigal Prishtinës, dhe që para se ndëgjova ka kërkuar trajneri të bëjnë, është që të luajnë me tempo të lartë, sepse Trepqa preferon lojë tempo së ullt, pra lojë më fizike, sidomos në Brendi, në cilin edhe ka dominu. Plani lojës ka qenë që topi të kalohet nga një fush në fushën tjetër për 4 sekonda, të përdoren blokat apo drag screens heret në tranzicion, dhe kundër sulmet e shpejta të alove përmes anëve, pra me vrapimet sprintat ansor për të zgjeruar pra mbrojtjen e Trepqës, por këte playmakerat e Prishtinës nuk kanë arritur që ta bëjnë. Ufa, çfarë blokade, si me magnet Mustafa Amzili, i jashtëzakonshëm reprezentuesi finlandez. Chet Brown, luan i fundit.
Do të kemi rishikimin e situatës. Pas rishikimit të kësaj situate, topi kalon për Prishtina si të adhurues të basketbollit. Me të vërtet kushtet këtu janë pak të rënda, publikun e kemi afër, po ashtu edhe në disa palestra tjera, dhe definitivisht Federata e Basketbollit e Kosovës duhet t'i krijojë kushtet në mënyrë që edhe komentatorët të mund të komentojnë të papenguar. Është vështirë që në ndërhyrje të publikut 50 cm prapa nesh të koncentrohemi në lojë maksimalisht, sidoqoftë e kryjm punën tonë që duhet, maksimalisht mundohemi. Mustafa Hamzili me pick and roll atje për Gjakori Penin. Mbrojtje e mirë Arjana Zemit ndaj Mustafa Hamzilit. Topi humbur i Tmushicit. Hamzili deri tash ka 6 kërcime dhe 3 asistime, 1 blokad, 4 pikë të tij. Me të vërtet puna të cilën e kryen Mustafa Hamzili edhe në mbrojtje. Shikoni aty menjëherë del, pengon, kthehet mrapa. Tentimi i tij ja dhe 1 kërcim i 7 i Hamzilit, edhe udhëheq topin, e organizon sulmin sikur se një playmaker. Ja, pick and rolli, e kërkon topin, e kemi një mismatch. Luftë dyfishot nga Kakruki. Mbrojtje mire Kakrukit dhe Azemit, por Mustafa Hamzili nuk dorëzohet. Lanson nuk qëllon treshe, megjithatë ja mundson kërcimin në sulm dhe shënimin. Batën Tunës për 34 me 36, falni, 55. Williams do të inkuadrohet në lojë. Arjana Zemi largohet nga loja. Adrio Bailey i heshtur në këtë qerek. Burns, Payne është pranë tij. Lekëndrejaj, mbrojtje e mirë. Mirë po Lekëndrejaj atje. Lanson dhe treshën e qëllon për 39 me 55. Është i kënaqur Peqiragishi me mbrojtjen të cilën në agresive, të cilën po luajnë lojtarët e tij, por Lekëndrejaj shkoi nga një distancë largët atje. Tentoi për treshë dhe qëlloi. Tuna, Bailey, mbrojtje e mirë e Baileyt. Lëvizje mashtruese. Të shofim se 3 sekonda pas kanë qenë para këtij faulli. Konsultohen atje Artan Gashi, ndihmësi me Xhelal Muminin. Tre sekonda, si duket ishte Chad Brown. Bailey. Loje organizuar dobët nga Prishtina, si të faul nga Batën Tuna. Definitivisht Trepçash duke dominuar, po luan një lojë shumë më inteligjente, lojë më të organizuar, po e din se çka po dën.
në çdo sekond të lojës. Adis Beqiragici është duke I mbajtur leksion Mihajlis Kakiusisit. Eric Williams tenton atje. Fauli Tmushicit e pranon me njëherë Mikaile. Është kjo personalja e dytë e Mikailes. 15 pikë të Gjakuri Penit. Megjithatë, lojtari kryesor është Chad Brown me double-double, 11 pikë, 12 kërcime, ka 3 asistime dhe një top të vjedhur. Dion Haxhosaj inkuadrohet në lojë. Për herë të parë në vijën e gjuajtjeve të lira Williams. Më falni, DeAndre Burns. Është I sakt 40 me 55. Pika e 9 e Burnsit. Edhe pika e 10 e tij bëhet lojtari I dytë me pikë dyshifrore të Sigal Prishtina. Payne për mrekulli, coast to coast, nuk realizon. Chad Brown atje lufton megjithatë, jap se Dion Haxhosaj I duhet Kakiusisit në lojë. Foul në sulm nga Adrio Bailey. E godet me krah atje Mustafa Amzilin Adrio Bailey. Është kjo personalja e tretë e Baileyt, lojtarit kryesor të Sigal Prishtinës me 19 pikë, 3 treshe, të gjitha të realizuara në çerekun e parë dhe më ishte I heshtur në vazhdim saj përket tresheve Bailey. 17 pikë I kishte realizuar në pjesën e parë, vetëm 2 në këtë çerek. Tmushici tepërton e kthente Drilon Hajrizi, bashkëpunojnë Driloni dhe Tmushici. Asiston atje për 39 me 58. Vazhdimisht, më falni, 41 me 58. Vazhdimisht kemi një epërsi prej 15 deri në 19 pikë. Dhe vjen treshja tani nga Daniel Lekëndreja, përgjigjet në treshën e Tmushicit me treshe për 43 me 58. 44 me 58, fali. Driloni në tentimin e tij, por ja Dion Haxhosaj çka bën. Dominon nën kosh atje, s'ka top të humbur në 3 sulmet e fundit të Trepçës, gabim në hapa Daniel Lekëndrejaj. Proteston atje Danieli, por ishin hapat. Ungut e bëri hapin, pastaj lëshoi topin, mire pa atje referi Mumini. Kakiusis asesi nuk po mund t'i bëj të gjej çare për taktikën e Adis Beqiragicit. Tani edhe kapiti është në lojë. Payne për Arslan Agicin, Majtaku Lanson nuk qëllon, por sa e radhe më I larti në kërcim Lekëndrejaj. Burns, Haxhosaj e bën bllokun ashtu si duhet. Dhe I krijon mundësi Burnsit për të realizuar 46 me 58. Foul në sulm nga Drilon Hajrizi. Shumë shpejt, pra kemi një seri prej 7 me 0.
njëherë. Kjo treshe Danielit pak më herët. Dioni është ai I cili qëndroi pranë Dion Haxhosajt. 46 me 58. Plus 12 për Mitrovicasit. Sa bukur atje përbirohet disi Daniel Lekëndreaj dhe realizon, dalet edhe në mënyrë të palejuar, 48 me 58. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë dhe tani Lekëndreaj eksplodoi me 8 pikë të tij të realizuara të gjithat në këtë çerek. Asnjë pikë nuk e kishte realizuar më herët. Dhe po e bar tani në mungesë të pikëve të Adrio Bellit është Lekëndreaj me pikën e tij të 9, I cili e sjell rezultatin në -9, pra nga minusi maksimal prej 19 pikëve që pati. Foul sportiv. Edhe njëherë. Do të kemi rishikim të këtij faulli jo sportiv. Është faul jo sportiv për shkak të ndërskomsës e cila u pa u rishikua. Me këtë rast do të jenë 2 gjuajtje të lira të Mustafa Amzillit. E shpjegon atje Xhelal Mumini dhe trajnerit Kakiusis. Gjakuri Pejn do të ulet për të pushu, ndërsa Mustafa Amzilli do të jetë në vine gjuajtjeve të lira për herë të parë sonte. Realizon. Amzill në këtë edicion ka një efikasitet prej 75%, është jashtëzakonisht efikas nga vija gjuajtjeve të lira. Është kjo pika e 5 e Amzillit. Mbetet 49 me 59. E rikthën e përsin 2 shifrore Amzill. Parës Lekëndreaj shënoi pikën e tij të 9 për të zbritur e përsin në 9. Çfarë pasimi I shpejt, më ka që nuk e pranoi Dardani këtë top. 49 me 59. Burns. Blok I mirë atje Burns, depërton. Realizon. Kapim në hapa, tregon Xhelal Mumini. Situatë në të cilën po protestojnë nga banka e Prishtinës për shkak të këtyre hapave. A 10 pike përsi vazhdon atje sulmi, një pressing zonal në tërë fushën I Sigal Prishtinës, I cili vazhdon me mbrojtje njeri tani. Haxhosaj kthehet tek kapiti, ndihmon Lekëndreaj dhe Burns e kap këtë top.
ndrim tek skuadra e Trepçës. Chad Brown do të kthehet në parket. Kapiti i pakënaqur me këtë zëvendësim po m'duket. E godet atje bankën edhe Adis Beqiragiqi është. Ja bën me kokë, nuk është i lumtur me reagimin e Kapitit Adisi, po kuptohet sepse ka dëshirë të luajë dhe kur atje ufa. Opa. E tani kemi një situatë diskutabile pasi që rrethin nuk e ka prek. E tani janë duke rishikuar situatën nëse e ka prekur rrethin. Pra do ta rishikojnë situatën. Referi Xhelal Mumini dhe Artan Gashi janë në kontradikcion njëri me tjetrën. Pra, topi e ka prekur rrethin, ashtu si edhe gjykoi referi Mumini. Do të jenë 14 sekonda për sulmin e Mitrovicasve. 49-59, Bailey është pranë Tmushiqit. Arslan Agiq depërton derën në fund pranë Haxhosaj dhe realizon për 49-61. Një minutë e 44 derën në fund të Qerekut të treti, cili u stërzgjat me këto ndalesa. Kur atje Chad Brown edhe një kërcim i tij. Është ky kërcimi i 13 i Chad Brownit. Arslan Agiq, pick and roll Brown dhe Arslan Agiqi. Tmushiqi shkon atje. Nuk ka shënim dhe tani protesta e Mihajlis Kakiusisit pas kësaj teknike dhe këtij vendimi. Kemi hedhjet gjësendeve në parket pas këtij vendimi për kuan atje gabim në hapa. Blokad e Bejlit, e kap topin atje Tmushiqi, sulmi vazhdon. Dhe këtu të kjo situatë mes të Chad Brownit dhe Bejlit. Me pretendim se topi ishte për Prishtinasit pas reagimit ja këtu. Kërkon gabim në hapa atje Kakiusis. Tmushiqi vazhdon në luftën, ndërsa i fundit me to pra luan Dioni. Megjithatë, reagimi i Kakiusisit kur kërkoi gabim në hapa, e më pas edhe autin u ndërshkua me teknike nga referi Mumini. Isak nga tentimi i tij për 62-49, Grilan Hajrizi.
Atje Mikajlet Mushiqi ndihmon në pastrimin e parketit. Atyre është me Mejid Shogojevan, alfa dhe omega në skuadrën Prishtinase. Jerinë i cili i bën të gjitha punët në klubin Prishtinas. Nihën mirë nga sezoni kur Mushiqi ishte pjesë e Prishtinës. Çfarë blokade atje nga Adrio Bailey. 12 sekonda për këtë sulm. Chad Brown kërkon foul, atje thot, a nuk ishte foul? Arstanagic kërkon pick and rollin. Mushiqi për Drilonin, Burns dhe Driloni. Edhe bën këtë top në out Lek Andreaj. Edhe 0 presje 8 sekonda. Deri në fund të këtij sulmi. Chad Brown. Ska don koha. Betët me top në dorë Chad Brown, 49-62. Kemi hyrë në minutin e fundit të kësaj ndeshje të qerekut të tretë El Clasico së parë të këtij edicioni. Bailey. Chad Brown atje më i larti në kërcim. Drilon Harizi tenton për 3 pik, nuk realizon. Lek Andreaj me edhe një kërcim të tij është ky kërcimi 6 i Danielit. Burns është vetjak, nuk ja pason Dionit edhe pse Dioni u vendos, por Lek Andreaj lufton, nuk shënon. Dioni tentoi atje, por topi përfundoi te Drilon Harizi, ndërsa nga prapa Burns ja vjedh topin Chad Brownit nga prapa, edhe 6 presje 2 sekonda deri në fund. Edhe njërë të shofim, no look pass pa shikuar. Dioni atje ndeshet me Chad Brownin, pick and roll. Bailey e shemir. Nga koshi në kosh, e godet semaforin dhe i ndalë dritat në semafor. Ndizëm tjetër 17-14 këtë qereke ka fituar Sigal Prishtina, e cila ka limituar Trepçën në vetëm 14 pik, për dallim nga qerekët e kaluar. 17 pik i kishte realizuar në qerekun e dytë. Mirë po, për dallim nga 2 qerekët e parë, kur Trepça kishte shënuar nga 24 pik, në këtë qerek kemi një efikasitet më të ullët, sidomos në tentimet për 2 dhe 3 pik. Në kërcime vazhdon dominimi, nën kërcime më tepër i ka Trepça 30-21, në asistime janë niveluar 13-12, i po vazhdon pra dominimi në pikët e realizuara nga kundër sulmet 13 metre, po ashtu edhe në brendi të trapezit 28-10. Sido qoftë shpërtimi i Daniel Lek Andreajt në këtë qerek ishte ai i cili i solli një lojë më të mirë dhe në disa qaste nivelim deri në 9 pik me Trepçën, 49-58, por duke i falenderuar koncentrimit më të mirë të Drilon Hajrizit dhe Arstanagiqit në fund të qerekut të tretë. Trepça e riktheu e përsin 2 shifrore atje prej 13 pikve, po shihni edhe Pejn pra 15 pik, Mikajle Mushiqi dhe Chad Brown nga 11, 10 pik i ka Drilon Hajrizit tashmë, po lojtari më i mirë tek Trepça pa dyshim MVP
i këtij dueli është Chad Brown, 11 pikë, 14 kërcime, 3 asistime dhe një top të vjedhur e ka Chad Brown në pozitat e fundorëve. Jackery Payne 15 pikë dhe DeAndre Burns 12, 3 asistime, por i ka dhe 3 topa të humbur. Anën tjetër Payne 15 pikë, 2 asistime, 4 topa të humbur. E tani Kakiusis starton në çerekun e fundit me Passion, Lekandrian, Burns, Hajosaj, Bailey dhe Williams. Reagon atje me këmbë Mikaile. Burns për Williamson. DeAndre Burns tenton dhe mbi Mushichin realizon për 51-62. Payne rëshet atje Arslan Agici, ka dhe 11 sekonda për këtë sulm. Edhe një herë tenton me alley-oop atje Chad Brown, por nuk arrin dhe personale e Arslan Agicit ndaj Payne-it. Do të jetë rivënje e topit. Edhe pse unë dalën menduan se do të ishte faul sportiv, por u pa atje tentimi për ta vjedhur topin i Arslan Agicit, fauli i tij. Williams pran Payne-it. Dion Hajosaj nga këto pozita ditë të qëllon dhe e bën këtë Dion Hajosaj. Treshja e Dionit për 54 me 62, tani vetëm 8 pike përsi nga maksimumi prej 19-ve sa e ka pas Trepça në 6 situata. Arslan Agic depërton në brendi, mbrojtje e mirë. Adnan Arslan Agic, personale e tij, është lojtar jashtëzakonisht inteligjent, i mençur. Arslan Agici pat atje si u përvon nga prapa e shtyu, këshe unë e zbon asgjë. Këto e bojnë playmakerat, e mundohen që të ikin pa ndërshkuar, por kësaj radhe Mumini ishte në vend atje e pa. Edhe një tentimi Hajosajt, kësaj radhe nuk realizon Bailey, i heshtur në pjesën e dytë saj për këtë tresheve. Bailey, sa rollingi bukur atje, personale e Drilon Hajrizit, do të jenë 2 gjuajtje të lira. 54 me 62, 3 faula i ka shkaktuar Trepça në këto 1 minutë 39 sekondat e para të çerekut të 4. Rolling fenomenal i Adrio Baileyt, do të kthehet në lojë Batën Tuna pas një kohe të gjatë. Startuesi 4 pike, 2 kërcime të tij për 9 minuta lojë. Adrio Bailey mbetet me 19 pikët e tij, hera parë që ishte në vijën e gjuajtjeve të lira. 69% efikasitetit ka Adrio Bailey. Airball i tij, të lashim me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. 2 gjuajtje të lira të huqura në këtë mënyrë. Adrio Bailey 54 me 62, vetë rezultati. Tuna kthehet në lojë, largohet Drilon Hajrizi, i cili e kreu punën e tij për mrekulli. Realizoi 10 pikë, 3 asistime për 20 minuta sa i kaloi në parket deri tash. 8 pike përsi për Trepçën. Arslan Agic te Kamzili. Kosh faul i Mustafa Amzilit e rikthen e përsin 2 shifrore, faul i Dionit. Është kjo personalja e parë e Dion Hajosajt.
Haxhose atje, bukur lëvizje mashtruese. Bailey atje, mbi Mustafa Hamzilin. E ngulit për 56 me 65. Adrus të basketbolit, kemi pak probleme edhe me statistikat tani, pasi që interneti është i dobët dhe nuk po punon. Që do të mundohemi me ndihmën e mbajtësve të statistikave. Të ju njoftojmë shumë probleme sonte gjatë këtij transmetimi. Njëzet e një pik të Adrio Bellit, pra deri tash jo 19 si ju thash. Bellit depërton. E ndalet në mënyrë të palijuar. Nga Hamzili, është Mustafa Hamzili ai i cili shkaktoi personale. Zero nga vija gjuajtjeve të lira është Bailey, huqi parës dërsa tani realizon të parën për 22 pikë të tij. Njëzet e 2 pikë ka Adrio Bailey. Lus regjin që mos i përdor statistikat dhe grafikat aktuale të cilat janë, sepse interneti nuk po funksionon dhe nuk janë të sakta. Kjo pika 23 e Adrio Bellit. $58 me 65. Afrohet rezultati në vetëm 7 pike përsi. Arslan Agish, edhe 7 minuta e 7 sekonda, 7 pike përsi. Arslan Agishi i ndihmon atje Burnsin. Joni mirë në mbrojtjet Mushic, në qastet vendimtare të Mushici. Burns blokohet nga të Mushici, Hamzili kundër sulmi shpejt dhe fauli dekën drejt ndaj Arslan Agishit. 58 me 67, në një moment ishte përsia prej 7 pikëve. Edhe më tej nuk kemi internet në statistikat tona. Kemi vështirësi për me përcjell. 6 minuta 30 sekonda deri në fund. Arslan Agish depërton atje, por Haxhosaj bukur e mbyll. Luftë e madhe, Chad Brown dalet në mënyrë të palijuar. Është ky kërcimi i 16 i Chad Brownit, i cili i ka dhe 11 pikë. Personale e Dionit, Haxhose, personale e tij e dytë. Herën e parë është i pa suksesshëm Brown. Mbeti 58 me 67. Goditët atje në kokë Dion Haxhosaj, megjithatë Hamzili e merr këtë top, ka dhe 8 sekonda për këtë sulm. Arslan Agish për Chad Brownin, gabim në hapa. Ka shkaktuar lojtari më i mirë në parket sonte.
me 11 pike, 15 kërcime. Chet Brown është ky topi i dyti humbur nga qendra e Mitrovicasve. 9 pike përsi. Lek Andrea i tenton dhe realizon treshën e tij të tretë sonte. 12 pikë të Danielit për 61-67, vetëm 6 pike përsi tani për Mitrovicasit. Tmushic tenton të përgjigjet, nuk e bën këtë. Kundër sulmi shpejt dhe faulli Mikailit Tmushicit. Personalja 4 e Mikailis. 4 personale nga Mikailit Tmushici. 4 personale i ka dhe Drilon Hajrizi. Nga 3 kanë Tuna dhe Arstanagic. Asnjë prej Amerikanëve nuk ka të lashe me personale. Edhe njëherë Daniel Ekondrea nga një distancë madhe realizon treshën e tij të tretë dhe pikën e 12. Por 61 me 67. Pas minuta 43 sekonda deri në fund të këtij dueli, ku po e shohim që Prishtina e ka shtuar presionin në mbrojtje, sidomos në pjesën e dytë. Ajo çka është duke bërë është shumë duke luajtur në mënyrë shumë agresive në shuterët, në snajperistat e Trepçës. Është shumë afër, nuk po ju i lën situatat të lira, ndërsa me inkuadrimin e Dion Haxhosaj definitivisht edhe kërcimi dhe dominimi nën kosh është përmirësuar. Mbyllja e koshit nga Dion Haxhosaj është e jashtëzakonshme dhe kjo e ka bërë edhe dallimin në këtë çerek dhe në fund të çerekut të tretë realizon Burns për të afruar rezultatin në vetëm 5 pikë tani. 62 me 67 do të kthehet Gjakuri Pej në lojë. I qetë është Adis Beqiragiqi, nuk bëhet nervoz fare. Edhe herën e dytë realizon për 63 me 67 tani, vetëm 4 pike përsi për Mitrovicasit. Pressing i madh atje. Drilon Hajrizi tenton për 3 pikë, nuk realizon, por Mustafa Amzili në çastet vendimtare i jashtëzakonshëm është finlandezi Amzil. Lufta atje Burns me Arstanagicin dhe kjo do të jetë personalja e 4 edhe e Arstanagicit. Po, tani 3 lojtarë me nga 4 personale, Tmushici, Arstanagici dhe Driloni Hajrizi. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Burnsin. Ka goditur atje në bark keq me krah Burnsin. Realizon nga vija gjuajtjeve të lira për 64 me 69, afron përsëri në 5 pikë. Pare se përsia ishte vetëm 4, 63 me 67. Një ndeshje e ngjashme, sikurse ajo e fundit e 30 prillit, ndeshjes gjysmë finale kur Trepça kishte përsi deri në 18 pikë, në fund erdhi deri në 2. Hajrizi pranti ka shkelur vin. Ka shkelur vin Driloni. Gjashtëdhjetë e 5 me 69. Tetëmbëdhjetë pikë, 4 asistime dhe 3 kërcime i ka DeAndre Burns. 23 pikë Bailey.
Tandemi i cili sonte po e mban Prishtinën gjallë. Natyrisht, edhe Dioni me hyrjen e tij me vërtet ka sjell siguri. Lek Andreaj prej çfarë distancë atje. Shikoni edhe Dion Haxhosaj. Natyrisht tandemi Haxhosaj Lek Andreaj po ashtu e kreu punën e tyre në çerekun e 34. Danieli me ato pikët e tij dhe luftën të cilën po e bën. Liran Hajrizi kërkon që të rishikohet kjo situatë. Atje Adis Beqiragishi nuk reagon, nuk kërkon edhe pse insistoi Driloni. Heshti Dion Haxhosaj tenton, por treshe nuk realizon. 65-69 betët rezultati, 4 pike përsi. Arslan Agish pick and roll i Brownit. Mushiqi. Arslan Agish tenton për 3 pik, nuk ka shënim. Edhe një herë Daniel Lek Andreaj dhe Dion Haxhosaj me vërtet me këto kërcimet e tyre dhe dominimin kanë bërë dallimin dhe kanë treguar se si duhet të luftohet. Kanë sjell sigurinë në brendi. Dion Haxhosaj me kërcim në sulm e përmirëson dhe realizon 8 pikë të Dionit dhe 4 kërcime. E afron rezultatin në vetëm 2 nga minus 19. 67 me 69. Mushiqi për Arslan Agishin. Tani dukshëm më të sigurt Prishtinasit. Dioni shkaktoi personale atje. E pat edhe ju vetë tho, po me të vërtet ky djalosh e ka merituar ftesën në përfaqësuesin e Kosovës. Me lojrat e tij, vetë mohimin i duhet Kosovës një lojtar si Dioni. E huq tentimin e tij të parë Adnan Arslan Agishi. Hera parë që është në vijnë e gjuajtjeve të lira. Sonte vetëm 6.40 për treshe. E nga vija gjuajtjeve të lira 2-1. E ngrite përsi në 3, 67 me 70, largohet Arslan Agish. Burns. Mushiqin mbrojtje të mirë ndaj Williamsit atje. Kërkon topin me ngulm atje që të shkon te Williamsi. Kontakt atje, por mrekulli realizon Eric Williams. 6 pikë të tij për të afruar rezultatin maksimalisht në minimum. Vetëm 1 pikë përsi. Dhe foul në sulm nga Jackery Payne. Apo jo, Chad Brown. Personale Chad Brownit gjatë blokut të cilin e bëri dhe tani nga minus 19 vetëm 1 pikë përsi për Mitrovicasit. 69 me 70, 2.55 deri në fund. Po shëndrot në dram, tentimi Lek Andreaj, tenton, nuk realizon, vjen nga prapa Dioni, lufton atje me Mushiqin, është luftarak dhe i vëmendshëm Mikajlet Mushiqi, Payne ka topin. Shkon topi për Mushiqin dhe tani mbyllje e kemi një mismatch. Chad Brown betët te Burnsi, kërkon Burns atje ndim nga Lek Andreaj i cili afrohet për ta mbuluar. Payne, në qastet vendimtare, çfarë treshe lanson dhe realizon Jackery Payne. Burns me Mushiqin kërkojnë ndim atje. Edhe një herë Dion Haxhosaj. 71-73, vetëm po vërteton ato fjalët që po ju them. Ky djalosh është fantastik. 10 pikë e 5 kërcime nga Dion Haxhosaj.
është lënduar atje Dioni. Ufa! Kokë më kokë, shpreson që nuk e ka thyer hundën. I fuqishëm është Dioni, por edhe goditja në hund ishte e fortë. 71 me 73. Vetëm 2 pikë e përsi për Trepçën, e cila parës pati 1 pikë dallim nga plus 19, me të vërtet një pjesë e dytë e jashtëzakonshme. Deri tash 25 pikë të realizuara të Trepçës, pra në të dy çerekët në këto 18 minuta lojë. 39 të Sigal Prishtinës. 71 me 74. 3 pikë e përsi. Po futemi në 2 minutat e fundit tashmë. Lekëndreaj, Bailey, Haxhosaj me njëherë për Burnsin. Pranë ti është Payne. Pick and roll fantastik i Dionit. Williams tenton, nuk realizon, lufton atje, por Lekëndreaj mundohet të përvidhet nga prapa, nuk ka top të humbur për te Hamzili. Ja vjedh topin DeAndre Burns. Elshon poshtë topin Mustafa Hamzili dhe DeAndre Burns e vjedh të top. 8 faulla janë shkaktuar ndaj DeAndre Burnsit, është ky faulli i 9 sonte adhurës të basketbollit. E vjedhi këtë top nga Mustafa Hamzili, e detyroj që të shkakton personale. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Burnsin. Thash, është ky faulli i 9 i cili është shkaktuar ndaj Burnsit sonte. Pika e 19 e ti. 9-8 është nga vija gjuajtjeve të lira DeAndre Burns. 19 pikë. 72 me 74. Nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë, do të jetë 90% i saktë nga vija gjuajtjeve të lira. Po, 10-9, vetëm një gjuajtje e lirë e huqur, 20 pikë të Burnsit dhe vetëm 1 pikë e përsi për Trepçën kur kanë mbetur edhe 80 sekonda lojë. Tmushiqi, depërton, gabon atje në alley-oop tentim. Në anën tjetër, me këte alley-oop, Audrey Bailey dhe DeAndre Burns për herë të parë sonte e prej fillimit dhe asaj 3-2 e përsis e sjellin në e përsi Sigal Prishtinën kur kanë mbetur edhe 64 sekonda lojë. Jackory Payne shkëputët atje, tenton dhe realizon e rikëthen e përsi në 75 në 76. Timeout ka kërkuar trajneri Mihajlis Kakiusis, i cili në pjesën e dytë e shtrëngoi mbrojtjen. 75 me 76. Për herë të fundit, Prishtina të parë dhe të fundit kishte atë përsin prej 3-1 në start, pra në minutin e parë, edhe tani në minutin e fundit të 40-in, për herë të dytë kaloj në e përsin minimale, 75 me 74, mirë po, me njëherë në anën tjetër, u përgjegj Jackory Payne, i heshtur në pjesën e dytë. Kjo pjesa, është kjo pika, më falni, e 21 e ti. Ja, po i shini edhe hartën e gjuajtjeve prej nga skuadrat kanë realizuar nga loja. Aktualisht në këte qerek është 26 me 14 për Sigal Prishtinën, qereku para prak 17 me 14. Çdo gjë e niveluar tani
55 presionon sekonda deri në fund të duelit. Topi për Lekëndrejajn, i cili e pason të Burns. Lekëndrejaj dhe Haxhosaj janë elementi kryesori i rikthimit të Prishtinasve sonte, pa asnjë dyshim. Burns po luan 1-1 vetëm. Haxhosaj tenton për 3 pikë, nuk ka shënim. Williams tenton ta vjedh topin dhe shkakton personale. Kërkon që Lekëndrejaj të shtoj presionin atje, të marrë përgjegjësinë për të shënuar. Trajneri Kakiusis atje Dom Poloshka nuk po mundet, s'po e zem vendi vend, po jep instruksione se si të bëhet bloku. Dhe po i sugjeron trajnerit Kakiusis. Të dy gjuajtjet e lira realizohen, Payne 23 pikë, 75-78. Drama arrin maksimumin, si në çdo El Clasico të basketbollit kosovar. 22 sekonda deri në fund, tentim për 3 pikë e huq, por është atje Dion Haxhosaj të vendi. Kush tjetër? Time out ka kërkuar Kakiusis. Kërcimi i 6 i Dionit, 10 pikë të tij. I vetë mohoshëm Daniel Lekëndrejaj, 9 pikë, 5 kërcime, 5 asistime dhe 1 top i vjedhur i tij. Definitivisht me hyrjen në lojë të Dionit është vendosur balansi në kërcime, është mbyllur për mrekulli koshi. Nuk janë lejuar shënimi i pikëve të dyta, second chance points, sikurse në pjesën e parë, dhe kjo ka rezultuar plus. Janë mbyllur edhe lojtarët, shuterët e Trepçës, duke i falenderuar mbrojtjes më agresive të Danielit, por edhe të Burnsit, lirësh mund të themi. Adrio Belli 25 pikë të tij. 17 i ka realizuar në pjesën e parë, 8 në të dytën. Ja, edhe Jackery Payne 23 pikë. Sidoqoftë, gjitha këto statistika më nuk janë të rëndësishme. E ka shkelur vin atje Eric Williams. Atje personale e DeAndre Burnsit. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Mikajlet Mushici. Trajneri Kakiusis ndëshkohet me teknike. Realizon Drilon Hajrizi gjuajtjen e lirë 75-79, ose tani edhe Mikajlet Mushici do t'i ketë ato 2 gjuajtjet e lira për shkak të faullit të shkaktuar ndaj tij në presje 7 sekonda deri në fund. E huq tentimin e tij të parë. Dramë e madhe në palestrën e sportit dhe të rinis, minus 19 ishte Prishtina u afru, kalojnë e përsi minimale, e tani
Eric Williams depërton derën në fund. Haxhosaj tenton për 3 pikë. Gjuan nuk realizon. Vazhdon sulmi. Edhe ndeshja mbyllet me rezultat 75-80 fitore e Trepçës, e cila mbijeton këtë ofenziv të Mitrovicasve. Shumë shpejt do të jemi edhe me dy trajnerët dhe intervistat me ta. Coach, very intensive game. You had 19 points. You were 19 points ahead, and you lost that advantage. And Pristina went ahead 1 point. It was very tough, very dramatic. What happened? Well, no, what happened? We play so. The first half, we play good. Second half, we also tried to play the same way. The problem is that our big bodies, and especially Chad, he get tired. I couldn't change him because the Capiti, he was like, just came from the Mars, and he said, what's going on, man? What I'm doing here, who I am, and Tuna also. So we don't have rotation. Tmušić played too much. Chad played too much. After that, they start to cheat in defense, offense, and after they are a good team. They can be champion in Pristina, So it's not easy to keep same level if you don't make rotation. But you have 2 Marsovats. You can say that in Albanian. 2 Marsovats on the court, it's very hard to make rotation. Thank you very much. You're welcome. Ishte shumë i shqetësuar trajneri Adis Beqiragiqi me faktin që e humbi atë epërsin prej 19 pikëve dhe kaloi në epërsi prej 1 pike përpara, për arsye se Chad Brown luajti shumë, edhe Tmušići luajti shumë, nuk ishte i kënaqur me lojën e Tunës dhe të Chad Brownit, të cilët u humbën. Tha kur i ki 2 njerëz nga Marsi të humbur, tha kështu ndodh, Prishtina është skuadër e cila mund të fitojë edhe kampionatin dhe ishte totalisht i pakënaqur me mënyrën se si kanë luajtur në pjesën e dytë trajneri Beqiragiq. Kemi këtu edhe afër trajnerin Kakiusis. Coach, a very interesting game. In the first half you were minus 19 points, then at the end of the game you went 1 point ahead. You limited Trepça to, I would say, 32 points in the second half, comparing to 48 in the first half. What happened? We play defense. We are more aggressive. We be in the game. We give to Trepça one half time, 2 quarters actually. They are a very good team. They're a very good prepared team. Everything's okay. They are defending the championship. We still not full roster. Every time we have some injuries. Also, Don today he's injured in last practice. That's why he don't play a lot. But still, we are here. We try to fight. We don't give up the game. This is the most important for me. This is a long season. I'm not worried in things that, of course, I'm always worried. But I'm not worried if we play like this. And now with Eric give us a lot of help into the game. I think we're going to be better and better. Thank you. And also, I want to say something. Everybody needs to help the game. Except Zelal today, the other 2 referees, I don't say they are making something in purpose. This is different, but it's a very good game, you see. It's a very good game. So, in the very good games, leave the players play. Don't be, the center of the game. But anyway, it's not the problem that we lose a game, the referees. But again, it's a very good game, very good teams, very 2 good teams. Let's have fun, everybody. It's really important for Kosovo basketball and for the people that watch the game. Thank you. You're welcome. Pra, ajo që tha trajneri Kakiusis në pyetjen se ishin minus 19 e sollën në plus 1,
luftuan mirë, por në fund e psuan ndeshjen. Çka ishte ajo që vendosi? Tha definitivisht në pjesën e parë, pra Trepça i shënoi 48 pikë dhe në të dytën e limituan në 32. Tha po mbrojtja ishte ajo që vendosi, që na ndihmoi në pjesën e dytë. Në pjesën e parë nuk kemi luajtur mbrojtje të mirë, në pjesën e dytë e kemi shtrënguar mbrojtjen dhe kemi arritur të luajmë më mirë. Trepça është skuadër shumë e mirë. Tha të dy ekipet janë të forta, natyrisht Trepça është edhe kampione. Tha kemi pas problem me lëndime, tha Odri nuk ka luajtur edhe Don Polloshka, prandaj ka pasur edhe minutat e limituara sonte. Prandaj edhe kjo ishte arsyeja, tha pse ka luajtur kaq pak kohë, nuk po jemi të kompletuar ashtu si duhet gjatë tërë kohës. Dhe në fund e shtoi edhe faktin se përveç referit Xhelal Muminit, edhe dy referët tjerë është dashur që të jenë pak më aktiv në referim, në mënyrë që nuk si thaj, nuk po i fajsoj referët për humbjen tonë. Mirë po kam qejf që të dy skuadrat janë skuadra të mira, të luhet lojë e bukur e basketbollit, që të gjithë të kënaqen me lojën e basketbollit dhe që referët mos të jenë pra qendra në fokus të ndeshjes, po që lojtarët e jenë ata të cilët do të vendosin. Pra ishin fjalët e trajnerit Kakiusis. Ndërsa tani për 10 minuta në palestërën tjetër, palestërën 1 tetori, do të zhvillohet edhe ndeshja mes të Borës dhe Bashkimit, e cila do ta përmbyll xhiron e 7, me cilën edhe përfundon cikli i parë vjeshtor. Do të kemi një pauzë 2 javore pasi të dielën e ardhshme me fillim nga ora 18 në Shkodër. Shqipëria dhe Kosova do ta zhvillojnë ndeshjen e parë para kualifikuese për Eurobasketin 2029. Nga Unagon Femiu dhe ekipi realizuesi Oksigenit për Artmoshën kaq për sonte nga kryeqyteti.